Para 27 vite më parë, ushtria çlirimtare e Kosovës në Glogjan ka zhvilluar njërin nga betejat më të ashpra me ushtrinë serbe. Kjo betejë ndryshe njihet epopeja e Dugaxhinit. Armikët në ditë synim kishin shtëpinë e familjes Haradinaj ku hasën në rezistencë të fuqishme nga ushtria çlirimtare e Kosovës, udhëhequr nga Ramush Haradinaj. E puna ditë ranë dëshmor Him Haradinaj gazmen të Agron Mehmetaj. E për këtë ditë ka pasur manifestime me homazhe të varrezat e dëshmorëve në Glogjan, e manifestime qendrore dhe program artistik. Për të ndëruar epopejën e Dugaxhinit në Glogjan shkoi edhe para e vendit presidentja Vjosa Osmani ku dhe u prit nga Ramush Haradinaj. Ajo shpreh se bashkëdyzimi i luftës tonë çlirimtare dhe ndihma e aleatëve tanë kanë sjellë lirinë. Dyzimi i luftës sonë çlirimtare në njërin anë dhe ndihma së aleatëve tanë më në fund e solli lirinë për të cilën u sakrifikua për breza dhe në të njëjtën kohë është mesazh që vetëm të bashkuar për Kosovën sovrane, por edhe me ndihmën e aleatëve tanë Kosova mund të arrijë suksese historike siç edhe ka arritur nëpërmjet çlirimit, pastaj pavarësisë dhe shtetëndërtimit. E përveç presidentes edhe kryeparlamentari Glau Konjufca ka përkujtuar 27 vjetorin e epopejës së Dugaxhinit. Ai shkoi në Glogjan në këtë ditë me rëndësi për Kosovën dhe tha se në atë ditë ka kumbuar fuqishëm thirrja e lirisë. Këto 27 vite më parë, ushtria çlirimtare e Kosovës të zhvilloi një betejë të lavdishme frontale përballë forcave pushtuese të Serbisë, të cilën e përkujtojmë si epopeja e Dugaxhinit. Forcat e armikut rrethuan Glogjanin me 24 mars 1998, duke synuar që ta thyej atë vartë të rezistencës frymëzuese. Trimëria, vendosmëria dhe gatishmëria për të luftuar deri në fund i dha mesazhin e qartë Serbinë okupatore se asnjë rrethim nuk do të mund të shuante përpjekjen për liri. Atë ditë kumboi fuqishëm thirrja e lirisë që u bë frymëzim për të gjithë popullin shqiptar në mbar Kosovën, duke dhënë shembullin e lartësuar të rezistencës me armë në duar, të sakrificës në emër të aspiratës sonë të përbashkës çlirimtare. Ndërkaq kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se aleancën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta ruajnë si sy të ballit. Nuk do të amnistohen ata që dobësojnë aleancën me SHBA-n dhe NATO-n, të njëjtit që e bëjnë një gjë të tillë nuk janë tanët. Kjo ditë e veçantë çdo ditë vazhdon të kujtohet si një nga ngjarjet më kryesore në Kosovë dhe për lirinë e vendit.